حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ختم طحاوي رحمة الله عليه: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. Besimtarët, muslimanët, krejt, do thonë pa preshtim, janë evlia të Rahmanit, evlia të Allahut azza wa jall. Evlia, do me thonë meq, e kundërta e armeqve. Krejt muslimanët janë meq të Allahut, janë të dashur të Allahut, janë të veçantë të Allahu për njerëzve. Në popull jo vetëm tek ne, por në shumë vende të botës, kur përmendet evlia, shumë si fjalës veli, ka për qëllim diçka të veçantë. Diçka që Allahu azza wa jalla ka dallu prej njerëzve tjerë me keramete, me në respekt të veçantë të që ndonjë shej, qoftë nanër, qoftë shkanër. E kjo nuk është kusht asnjëherë, sepse njerëzit në këtë dynja ja janë evlia të Allahut, meq të Allahut, ja janë meq të shejtanit. Njërën për këtyne dyjave, treta nuk ka. Për atë arsye Allahu ka thonë: Allahu waliyyu alladhina amanu walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut. Allahu është kujdestar e atyre të cilët kanë besuar, ndërsa që fartë, shejtani është kujdestar e tyre, dreq. I ka bo për veti. Dhe janë një tabar, ndërsa muslimant janë një tabar tjetër. Ka thonë Allahu azza wa jall: Ela inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Evlia të Allahut, meq të Allahut, për ta nuk ka frikë. Edhe as nuk kanë pse mërziten. E cilët janë ata? Alladhina amanu, ata që kanë besuar. Wa kanu yattaqun, dhe kanë qenë të devotsh. Përpas imanit ja ka shtuar takvallokun. Çështja e velis, e veliju dhe me thane evlijave shumës, është sikur se çështja e imanit. Që ka thonë Imam Tahaviju, kur kemi folë për iman atje, e ka cek mendimin e Abu Hanifës, se njerëzit në iman në esencë janë një, në esencë, në bazë, në temel, sepse nërë të bëhet qafer, se s'ka mundsi, ja musliman e qafer. E pastaj, dallojnë mes veti. Deri të pejgamberët të Zotit, deri të siddiqinët. Por janë musliman, besimtar, dhe që është zhytur deri në fytyrë mëkate. Sikur pemë. Ka pemë e cila ka veç trungun. Edhe njeriu, kur sheh pemë, sa që syni njeriu
apo një kopsh të tërë me pemë, thot krejt janë pemë. Se quhen pemë. Të sin perime po pemë. Po prej tyne ka që ka vështrungun, ka prej tyne që ka edhe dekt, ka prej tyne që ka edhe gjethet, ka prej tyne që qëtë edhe fryte, ka prej tyne që frytet halepa e qiti bin, ka prej tyne që frytet i pjek shumë të mira, ka prej tyne që frytet i qëtë pandër për e. Nuk e njëjtë, por të gjitha kanë emrin pemë. Edhe muslimant në iman, janë musliman sepse për ndryshe del kufaj, por nuk janë njëjtë muslimat. Sa i përket imanit. Edhe për sa i përket evlias, miqësisë me Allahun Azza wa Jall, nuk janë njëjtë. Janë njerëz të cilët janë të ngritur shumë, lartë, dhe janë njerëz të cilët janë shumë ullët, por që të gjithë janë evliat e Allahut. Edhe i miri, edhe i keqi. I zhytur i në gjënahe. Kthehemi edhe në herë të termi evlia. Pra, Allahu është kujdestar, është mik i muslimanëve. Po edhe muslimanët janë miq të Allahut. Po edhe muslimanët janë miq me zveti, në tri anë. Allahu është wali i muslimanëve. Muslimanët janë evlia të Allahut. Pastaj muslimanët janë evlia njëri me tjetrin. Evlia dhe me thonë janë miq njëri me tjetrin, duhen me zveti. E kuptimi kësaj në është se Allahu Azza wa Jall është veli i muslimanëve, është kujdestari tyne. I don ata, po edhe ata dojnë Allahun. Allah është i kënaqur me ta, po edhe ata të kënaqur me Allahun. Allahu i ruan dhe i mbron ata, po edhe ata e ruajnë Allahun. E ruajnë Allahun në fjalë, e ruajnë dinit të Allahut, ashtu ka dallim. Ndërsa me dashur ne dojmë, ai na don. Ne jemi të kënaqur me Allahun, Allah është i kënaqur me neve. Edhe me zveti muslimanët, duhemi me zveti, i dojmë, na dojnë, i ruajnë, na ruajnë. Jemi të kënaqur me musliman, jenë të kënaqur me neve muslimanët, njëri me tjetrin. Për pas që Allahu këto është një dallim se Allahu i madhruar për që ka miq njerëzit, nuk i ka për nevojë. Ndërsa njerëzit me zveti miqësinë, vllazërinë, shoqërinë, dashurinë e kanë për interes, apo e kanë për Allah, por ka dynjaja pjesën të interes, sepse është dynjaja është interes. Qoftë edhe mret të dynjas. Ai ka miq shumë, por ka nevojë për ta. Ma mirë me thonë është ta. Se sa me tha interes, sepse interesi futet që aty. E Allahu nuk ka nevojë. Miqësia e Zotit ndaj robëve të tij është për rahmetit të Zotit. Kjo është më saktë. E jo prej nevojës të Zotit për robët e tij. Për atë arsye Allahu ka thënë: "Wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu sharikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira." Në fund të surës Isra. Thuaj alhamdulillah. Apo falendero Zotin, i cili nuk ka marrë fëmijë, nuk ka fëmijë, pas nuk ka as rival artak që i kanë shpifur i dhëtarët me kas. Por edhe nuk ka Allahu mik për shaj në nënçmimi, apo jo nënçmimi, por shaj nevoje që ka. Sikurse edhe mret në dynja se njerëz të tjerë. Ja, Allahu ka veli, ka evlia, muslimanët ka krejt, por jo pse ka nevojë për ta. Për atë arsye në fund thotë: "Wa kabbirhu takbira", dhe thuaj Allahu akbar. Allah është më i madh sa me pas nevojë për njerëzit apo për këndo qoftë tjetër në këtë dynja. Pra, evliat janë miq të Allahut. Evliat
janë sikurse ndërregjet muslimanëve. Ka të atilë të cilët janë shumë të ngritur të i madhi Allah Azza wa Jall. E që ne quajmë rob të devotshëm edhe të sinqert. Dhejti pejgambert të Allahut, dhejti siddiqin dhe shuhadat. Por evlia edhe ata të cilët bojnë kate dhe gjëna. E pastaj sa ma ngritur në tjetë robit e Allahu, është aq vëli më i dashur të Allahu. Për atë arsye pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë Allahu Azza wa Jall, "Men aada li waliyan faqad adhantuhu bil harb." Ai I cili ma lufton apo më shpall luftën një miku tim, faqad adhantuhu bil harb, unë ati kam shpall luft. Ai cili ma armitson, ma lufton, ma mundon, ma torturon, ma shtyp, e tjerë, ma persekuton, abuzon me të niveli I temin. Unë I kam shpall ati luft. E pastaj në vazhdim, e të regën se cilës që kjo veli, a është qaj që është zhytur në derën fëtë në harame, apo ai cili I kryen farzët, por kaq, apo është hala më I veçantë. Thot vazhdim Allahu në hadith qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i ma aftaradtu alayhi." Nuk ndodh, nuk ka mundësi më afrua robit të unë më shumë, me diçka më shumë se sa me ato që ati ja kum bo farz. Me ato që ja kum bo farz e thuj s'ka dërt. Natërisht, kjo hadith është I gjërë dhe me shumë kuptim, e prej tyne të kjo fjali, me qka të tush këtë dynja mundohu me afru të Allahu, nuk ka mundësi më shumë se sa me farz. Për atë arsye kur I themi dikuj se edhe nëse të zami sadaka, lëmosh, jetima, e tjere nevojtarë, ndihmë njerëzve, krejt dynjas, që ka njeri në këtë dynja, I jep me hongër dhe me pi. Edhe shumë të mira tjera bën që ta shofin krejt bota hajrin, nuk ke sevap dhe nuk afrohesh të Zotit sa afrohesh me farze, anëpse me farze, kërkush ndoshta në këtë dynja nuk ta sheh hajrin, sepse është për shpirtin tënë. Por ti për vetin nuk përfiton më shumë. Se ti nuk mund të zgjedh rrugën qysh më afru të Zoti qysh dush ti. Jo qysh ta merr mendja ty dhe qysh ta peshon mendja jote. Por që ka zgjedh Allah. Nuk afrohet robi im të unë me diçka më shumë se sa që afrohet maftaratu alejhi me atë që akum bo farz. Po kësë është të temës tonë. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, por robi jam vazhdon të afrohet të unë me farz, me nafile, derisa ta dua atë. Ta shtojnë cilësi pak më veçanta të vlijave të Allahut. Për pas farzëve me krye nafilet. Nafilet në namaz, nafilet në sadak, në zeqat, nafilet në agjerim, nafilen put hajrit. Më tha jashtë obligimeve. Derisa ta dua unë atë, sepse I mundohet me afru të Zotit. Pse qohet natën falet robi Allahut? Pse agjeran nafile robi Allahut? Pse jep sadaka për pas zeqatit robi Allahut? Se e dën Allahun? E na tham definicioni I viljas është me dasht Allahun, me ka një kënaqjen me Allah. E për kënaqësisë tane ndaj të madhët Allah, për dashurisë tane ndaj të madhët Allah, qohesh edhe natën e fal namaz, që ka thënë Allah Azza wa Jalla në surën As-Sajdah, tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qohen natën dhe nuk rrinë shtrit më knaq me pushu, por I lodhin trupat e tyre, duke lutur Allah, me frikë dhe me shpresë, duke bo dua, duke madhru Zotin,
në mes nata apo në pjesën e vërshme të natës. Shaj dashuri, kjo është alamet i dashurisë ndaj Zotit. Dhe o mimma razaqnahum yunfiqun, edhe japin për hatër të Allahut. Ose ati në suratul Insan, innama nut'imukum liwajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. Ata që japin shumë për hatër të Allahut Azza wa Jalla dhe thonë jo, ne nuk ju japim për interes të dunjas, por për hatër të Allahut, edhe nga frika që kemi dalë para Zotit në ditën e gjykimit. Pra, këthemi të hadithi, punon me nafile deri sa e dënë Allahu atë. E pas të thëtë Allahu, për edhe ahbebtuhu, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, wa yaduhu allati yabtashu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Kur ta du robën tam, atëherë jam të ndëgjuarit e tij që shiqon me të, të pamërit e tij që sheh me të, dora e tij që prek me të, kama e tij që hec me të. Ka për qëllim se nuk e la synin e tij me kthyer haram, veshjen e tij me ndëgju haram, dorën e tij me prek haram, kamën e tij me shkon haram. E harun Allah gjymtyrt. E harun gjymtyrt për haramet se njëri me gjymtyr këtë vepra punon edhe futet në haram, apo bën sevap, bën mirë. Pra Allahu nuk ja lën, ja largon prej të këqijave dhe gjithmonë ja orienton drejt punëve të hajrit. Është shaj që Allahu përun robën e vet prej harameve sepse po e don. Tebaraka wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyanna. Dhe ai robi im tashmë kur të më lyp mu diçka unë jap la ilaha illa Allah. Wala in ista'adhani la u'idhanna. Po dhe nëse kërkan me mbrojt për diçkafit, kam me mbrojt. Wama taraddadtu fi shay'in ana fa'iluhu taraddudi an qabdi nafsi abdil mu'min. Yakrahu al-mauta wa akrahu masa'atahu, dhe nuk kam diçka që ka jem ma i lohat shumë, se sa mja marrë shpirtin robit tem i cili priton me vdek. Ai priton me vdek, o nuk po du me rëndu robin tem. Kjo është kulminacion të mirësisë dhe të pëshirës të madhe të Allah ndaj robit tina. Pra, për me përmbledh këtë, se çështja e vlias na vjen edhe një herë cek Imam Tahaviju ma van atje e cek për kiramatet e vlijave, se si Zoti nderon e vlijat e vet. Dhe se kiramatet e vlijave janë hak, janë diçka të jashtëzakonshme që aqon i madhi Allah disa robëve të tij, e që është kusht me qenë rob të mirë të Allahut, të devotshëm, në tariqul mustaqim, rrugën e shëndosh të vërtet, larg bidateve dhe kufrave dhe shirkijatëve. Përndryshe nëse është jo i lidhur me Allahun, nuk i kryen farzat e Allahut, është i zhytur në harame, është i njohur për devijim, nuk është prej Allahut, por është prej shejtanit të mallkuar. Ose ja çon Allahu për me ngarkun haram atë dhe nëpërmjet saj ai sharron dhe devijon. E pastaj pse çon Allahu dikuj diçka, ndonjë diçka të veçantë, asnjëherë nuk është argument se Zoti atë e don më shumë se sa robët e tij të tjerë. Asnjëherë. Sepse sahabët radhiyallahu anhum nuk kanë numëruar me çu Zotin diçka dikujna më të veçantë se sa të tjerë. Nuk e kanë numëruar. Nga se njeriu mund të ngritet me ibadet dhe me ilm, ma shumë mund të sheh me nurit të Allahut nëpërmjet dijes që ka dhënë Zoti dhe imanit të tij shumë më shumë se sa me keramate që aqen i madhi Allah. Por ja çon dikuj për t'ja forcuar imanin, apo për të dëshmuar armiqve se muslimanët janë në hak. Dhe sa ata janë në batil, nuk janë rrugë Zotit dhe kështu me radhë. E neve këto, ajo vjen më vonë thash, Imam Tahaviju don me tregua rahmetullahi alayhi se muslimanët krejt janë evlijat madhe të Allah Azza wa Jall.
dhe Allahu është kujdestari i tyne, dhe është mik i tyne, dhe Allahu i don muslimanët dhe muslimanët e dojnë Allahun te bareke ve taala, edhe dashuria e Allahut ndaj muslimanëve, kujdesi i Allahut ndaj muslimanëve, mbikëqyrja e Allahut muslimanëve, nuk është se Allahu ka nevojë, por është prej mirësisë dhe rahmetit të madh të Allahut që në dy cilësi të madhët Zot xhalla shanuhu. Në vazhdim Imam Tahaviu thotë akramuhum indallahi atba'uhum wa atba'uhum lil-Qur'an. Më i devotshmi, më i miri te Allahu është ai i cili është më takwaja, më i devotshëm. Më i miri është ai më i devotshmi, edhe ai që pason më së shumti Kur'anin. Pra nuk është kusht me qenë të shkalla e vlijave të cilë më ngritë, të cilë më jolt, përsa përket kiramidit që jep Allahu, por ai cili e pason Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ai është më i miri, ai është më i ngrituri. Për atë arsye ka thënë Allahu azza wa jall, inna akramakum indallahi atqakum, më i miri jush është ai të Zotit, është ai i cili është më i devotshëm. Ne me devotshmëri dhe me sinqeritet e takvallok ngritemi edhe i kemi kategoritë, po kategorizohemi te madhi Allah azza wa jall, kush manalt e kush hala manalt deri te siddiqint. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, la fadl li arabin li ajami, nuk ka fadilet, nuk ka vlerë më shumë arabi ndaj jo arabit. As jo arabin ndaj arabit, dhe kundërta, dhe as i bardhin ndaj të zijut, dhe as i ziju ndaj të bardhit, la ilaha illallah, illa bi taqwa, për pas me taqwallok, me devotshmëri. An-nasu min Adam wa Adamu min turab, njerëzit janë prej Ademit, e Ademi është prej dhejut. Ky hadith është për madhështive të mëdha të këtij Islami, i cili tregon barazin e tanë muslimanëve brenda Islamit dhe në ambrellën e Islamit, dhe se s'ka të drejtë kërkush këtë dunja me i qukrat, e më ngrit, e me numru vetë vetën se është me i privilegjuar se sa dikush tjetër, por ajo është me takvallok e devotshmëri, e pas të njeriu sa ma takva që tjetë është aq më modest, dhe është aq më jolt. Allahu na bëj për atyre cilët janë të devotshëm edhe të sinqert. Ya Rabbil Alamin, wallahu alam, sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa